لا تسجدوا للشمس Assalamu alaikum shokët e mi. Vazhdojmë me pjesën tjetër të historisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Si ishte fillimi i thirrjes në Islam? Në fillim të Islamit, profeti sallallahu alaihi wasallam thërriste njerëz fshehurazi në Islam për rreth 3 vite. Ai u fliste fillimisht njerëzve më të afërt dhe më të besueshëm. Shoku i tij ngushtë, Abu Bakri, radhiyallahu anhu, u tregon te miqve të tij dhe gjatë kësaj kohe, elhamdulillah, rreth 40 persona pranuan Islamin. Më pas, thirrja në Islam u bë haptazi. Zbriti ajeti kuranor wa anzir ashiratakal aqrabin. Që do të thotë, paralajmëro fisin tënd më të afërt. Allahu e urdhëroi profetit sallallahu alaihi wasallam që të thërrisë njerëzit hapurazi. Ai filloi me familjen dhe fisin e tij. Një ditë, profeti sallallahu alaihi wasallam u ngjit në kodrën Safa dhe thërriti banorët e Mekës me zë shumë të lartë. Kur mblodhen të gjithë, ai u tha atyre, unë jam i dërguari i Allahut. I ftoi që të adhurojnë vetëm Allahun dhe të largohen nga idhujt. I paralajmëroi nga zjarri i xhehenemit. Shumë prej tyre nuk e pranuan këtë mesazh. Madje xhaxhai i tij, Ebu Lehebi, e kundërshtoi dhe i foli atij fjalë shumë të këqija. Ai i tha, mallkuar qofsh, a për këtë na mblodhe? Për këtë arsye, Allahu zbriti surën El-Mesed, aty ku mallkohet Ebu Lehebi me gruan e tij. Dëgjohemi në videon e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.